Edhe të shtunën kam pasur, vetëm për të them, sepse ka popull, juve ngatroni popullin e Palestinës me terroristët. Populli i Palestinës është popull i cili mbështetet dhe ndihmohet nga Izraeli. Terrori nuk mbështetet. Edhe ju po e përzini qëndrimin ton ndaj cionizmit izraelit e jo ndaj popullit hebre. Na me popullin hebre, askush në botë nuk ka problem. Ka probleme për një politikë cioniste e cila tenton që ta shduk një popull. Ndërën e Netanjahun, ndërën e politikën, jo mi bindun që Izraeli do tjetoj në pashme të gjithë. Me kitë ekspansion, me kitë logikë cioniste, shfarosëse, jeni bindu që krejt botën do ta keni anëmi. Do ta quani këtë ju si luft fetare apo geopolitike, apo të dyjat? Shqo, Izraeli alibin të cilin mundohet të prezentoj para të tjerve, është alibi krye këput fetare. Edhe ajo mundohet që të prezentoj... Se me zdoni që është fetare? Po, nuk është fetare, realisht ajo është ekspansion territorial. Nuk ka lidhje, mirë po preteksit të cilën e bon me bazë fetare, kinë se Zoti ja ka dhonu në tokë, edhe aj duhet ta implementoj Amalekun, edhe t'i zhduk që të gjithë prej asoj toke. Kjo është aj kuptimi i cionizmit, i cili e kesh përdor... Apo njësoj dhe Gaza dhe vendet tjera për rreth, ndaj Izraelit? A janë veprime të njëjta dhe të tjera? Ekziston një marrëveshje, ekziston një qëndrim i kombeve të bashkume, i komunitetin ndërkombëtar. Let krijohen dy shtete me të cilat edhe intenca themelimit të Izraelit ka qenë bazament që të krijohen dy shtete. Izraeli e ka zhduk prej... është Izraeli apo Gaza viktima e gjithë kësaj që po ndodh? Izraeli është sulmuesi ose me thonë fajtori kryesor i gjendjes në të cilën ekziston sot lindja e mesme. Nëse i shiqoni veprimet e Izraelit, ndaj gjithë fëqinjve, sot e kemi Sirin, për shembull, Siria me gjithë qeverinë e vetë ka deklaru... Gjithë fëqinjet për rreth po pretendojnë ndaj territorit të Izraelit. Jo, s'po pretendon kërkush. Nëse i keni morë parasysh, krejt ato ka ndodhë si kundër përgjigje, në të gjitha rastet, ndaj veprimeve izraelite, ndaj veprimeve izraelite të cilat i kanë ndërmarrë ndaj popullit palestinez. Nëse e shihni, demografia palestineze kanë ndryshu prej 3% që kanë qenë hebrej. Në momentin që është deklarata e Belfortit, e cila e ka dhonën iniciativën për themelimin e shtetit Izraelit, në Palestinë kanë ekzistu vetëm 3% hebrej. Ajo sot është mbi 90%, edhe territori faktikisht nga politika e qeverisë izraelite është zhdukun mundësia e marrëveshjes së dy shteteve. Mirë, të shohim dhe mendimin e zonjës Ita? Zonja Ita, e cilësoni ju si luftë fetare apo geopolitike? E para punës, lufta ndoshta ka dhe pjesë politike, ndoshta por si luftë që ka filluar një luftë kundra Izraelit. Izraeli nuk sulmoi as edhe një shtet. Izraeli ka 20 vite, unë dua të them vetëm diçka të sqaroj. Ne kishim 20 vite që jetonin dhe akoma vazhdojmë të jetojmë me popullin palestinez. Ne kishim 20 vite që i kishim kufit e hapura me Azën dhe u dha një shans shumë i madh Gazës që të rindërtohet, që të jetoj me ne, punon tek ne, si nga ana ekonomike, nga të gjitha anët, i mbështeti shteti Izraelit në çdo gjë. A është bazament etik i juve si Izraelit? A është Talmudi si bazament etik? Juve nuk më respektoni, po s'ka gale nuk e marrë për bazë, sepse ju flisni me ndjenja dhe unë nuk flas me ndjenja, unë flas me ato çfarë është. Dua të them që ne edhe deri në sot, në qoftë se ky shoku na bën statistikat sa përqindje ka palestinezë në Izrael, unë dua të them, që u them sepse në çdo dyqan që do të shkoni në Izrael, do ndesheni me palestinezë, në çdo dyqan, në çdo spital do keni punonjës, doktor, infermiera, si palestinezë, si izraelit, një lloj me të njëjta të drejta. Këtu lufta bëhet vetëm kundra terrorit. Këto duhet ta planoni. A mendoni që krejt bota është e verbër? Problemi i popullit që ndron në vend tjetër.
sepse lufta që u fillua nga këto vende, ata nuk kanë menduar për popullin, si ta ruajnë, si të ndihmohet. Izraeli këtë gjë ka që dallohet që nuk vdes populli, sepse ai siguron popullin, pastaj bën luftën. Ndërsa vendet e tjera kanë rëndësi, nuk ka rëndësi populli, nuk ka rëndësi njeriu. Ka rëndësi të bëjnë atë qëllim që kanë. Qëllimi i tyre është të zhdukin Izraelin. Para 48-ës me kon kanë luftu palestinezët, a kanë pas konflikt me asken, me kon jënë tu luftue, me disa kolonizatorë të cilët i kanë orë për i 48-ës, edhe e kanë tjetërsu në kuptimin demografik, religios, kulturor atë pjesë. Edhe tash ju na moralizoni këtu këshe... Çdo gur në Jeruzalem ka një Magen David, ka yllin e Izrael, çdo gur që janë mira vjeçare. Populli palestinez, nëse do të flisim për historinë, mund të flasë për historinë, populli palestinez ka jetuar bashkë. Jeni që edhe ne kem një uri për historinë e asoj pjese. Ati është edhe historinë mund t'ju shpjegoj për në një emision tjetër, do t'jam thua për diçka tjetër, mund të vide për historinë, që u shpjegoj shumë mirë dhe historinë, sepse Jewish people dhe palestinezët kanë jetuar në një vend Palestinat ka pasur asnjë shtet. Edhe sot jetojnë palestinezët me hebrej, po jo me cionista. Shteti i parë është bërë shteti Izraelit në Jeruzalem, shteti palestinez nuk ka pas asnjë, kanë qenë dy popujt që kanë jetuar bashkë gjatë gjithë jetës, që ku kanë lindur feja e deri në sot. Shteti Izraelit u ndërtua në shtetë të tjerë. Asnjëri nuk i dha peshqesh, u ndërtua me duar, e Jewish people luftrat janë fituar gjithmonë. Po edhe ato e gjenë edhe ju e zhvillu. Por ama asnjë i kemi zhvilluar, sepse kemi këtu ke doktora, ke mësues, ke të gjitha gjërat, gjitha të zhvilluar, por juve nuk mund të shikoni nga lart. Jo, na e shikojmë vetëm se si i vrani ju doktorët, të cilët i merrni prej spitaleve dhe i vrani, i ekzekutoni pa kur famësie. Ati doktor, ke shumë gabim, nuk e të drejtë fare.